Për shkak të mungesës së hapësirave të lira për varrime të reja në varrezat e qytetit të Prizrenit dhe në varrezat e lagjes Arbana. Jo njoftojmë se duke filluar nga dita e hënë, më 10 gusht 2026, të gjitha varrimet e reja do të organizohen dhe realizohen në varrezat e reja në Landovic. Kurse planifikimi i komunës ishte që atje të fillohet me varrime nga data 21 gusht 2026. Mirë po kryetari Totaj pohon se data 10 gusht ishte domosdoshmëri, kurse inaugurimi zyrtar e bëjnë më 19 gusht, pohoi kryetari Totaj. Ne kemi bërë një deklaratë publike, një njoftim publik, se për shkak të mungesës së lokacionit, mungesës veneve të varrezat e vjetra, na ka imponu me dalë te lokacioni i ri, ma herët sa që ka qenë planifikuar. Lokacioni i ri është përgatit, kontraktori ekonomik ka punu në rregullimin e asaj pjese, edhe në bashkëpunim me të gjitha palët e interesume, në konsultim edhe me Bashkimin Islame, për shkak të mungesës hapësinës të varrezave të vjetra, kemi paralajmëruar se nga data 10 të hënën do të kalojmë në lokacionin e ri, i cili është i destinuar paraprakisht për varreza. Edhe besoj që kjo pastaj do të zgjidhë shumë çështje, sepse atje ka pas të varrezat e vjetra ka pas konflikte, ka pas edhe edhe verbale mes njerëzve për shkak të mungesës hapësinës, edhe për shkak pretendimeve se dikush mund të ketë zonë një vend apo probleme të kësaj natyre. Për të evituar gjitha këto, ne nga data hënë do dalim atje, kurse inaugurimin formal do ta bëjmë me datën 19 të këtij muaji, ku do të jenë njoftuar edhe mediat edhe qytetarët. Kryetar, me që kjo është një domosdoshmëri megjithatë, mund të marrë mesazhin për qytetarët lidhur me këtë, sepse kjo është diçka shumë e mirë dhe shumë e veçantë për Prizrenin. Po, mesazhi jam është se të respektojnë njoftimin, të respektojnë faktin që nga tani duhet të dalim të varrosim antarët e familjeve tona në lokacion të ri, edhe atje nuk e besoj që do të kemi probleme, janë të gjitha parakushtet nga aspekti logjistikës, edhe besoj që çdo gjë do të shkojë në rregull. Edhe kushdo që ka ndonjë pakjartësi, ndonjë pyetje mund na drejtohet neve, mund të drejtohet edhe Bashkisë Islame, por nuk e besoj që ka diçka që ka nevojë për një shpjegim shtesë apo të veçantë. Ky ndryshim është bërë i domosdoshëm për shkak të gjendjes së krijuar në terren dhe nevojës për të siguruar një proces të rregullt, të sigurt dhe dinjitos të varrimit. Familjet e të ndjerëve, bashkësitë fetare dhe operatorët e shërbimeve funerale udhëzohen që para organizimit të ceremonive të varrimit të koordinohen me Drejtorinë e Shërbimeve Publike dhe Ekoregjioni në Prizren. Kërkojmë mirëkuptim dhe bashkëpunim të gjithë qytetarëve gjatë kalimit të shërbimeve të varrimit në lokacionin e ri, tha kryetari Totaj.